Allahun Azza wa Jalla falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkoj. Salavatet dhe selamet i dërgoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla që na mundsoi përsëri të takohemi së bashku me juve. Lutë Allahun Azza wa Jalla gjithëve që shpërblej për këtë mund, për këtë sakrifikim, për këtë organizim. Natyrisht vetëm për një senim, për të mësuar fenë e Zotit, që në këtë formë, në këtë mënyrë, të adhurojmë Allahun Azza wa Jalla në formën e duhur, në formën me të cilën ai është i kënaqur dhe në formën me të cilën veprat e tona dhe mundi jon nuk shkon poshtë, por pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe e gjithë kjo besimtarit i shërbin si ambicie dhe si shtytje që ai të vazhdoj në këtë rrugë, në rrugën e kërkimit të dijes, sepse kjo është nga adhurimet më të mëdha, të cilat adhurime e kënaqin Allahun Azza wa Jall dhe ja mundsojnë që besimtarit mundi i tij mos t'i shkojë poshtë. Qoftë ajo sa një grimc, sa një atom, po të ketë peshë dhe të jetë i pranueshëm ajo vepër apo e pranueshme ajo vepër tek Allahu subhanahu wa taala. Sot me lenin Allahut Azza wa Jall do të fillojmë me komentimin ajeteve të para të Suratul Baqara. Ashtu siç është apo ka qenë parapam në programin tuaj, që do të vazhdojmë dhe të fillojmë prej ajeteve të para të Suratul Baqara. Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut Azza wa Jall, mëshiruesit mëshirbëresit, thot Allahu subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Kjo është Suratul Baqara dhe kjo është ajeti i parë i Suratul Baqara. Fillon me elif, me lam, me mim. Nëse do të ishim ndal që të pyesim se çfarë kuptimi dhe çfarë peshë, çfarë rëndësie ka Suratul Baqara, me të vërtetë unë fillim subhanallahu, njeriu me të vërtetë her pas here haron vlerën e sureve të caktuara dhe her pas here nuk e din se çfarë nimete të mëdha ka mundësi me arrit, do thotë me ndonjë ditorim, me ndonjë informat, me ndonjë përsëritje dhe kështu me radhë. Natyrisht që hadithet që kam vallëzuar për Suratul Baqara janë hadithe që i kemi lexuar, do thotë dhe i kemi ndëgjuar shumë më herët prej hoxhallarëve, por unë këtë do ta përmendin i përshtypja time që s'pariherë kur ma propozu që të filloj me komentimin e Suratul Baqara, dyqish e ndiva në vete se ndoshta do të kishin më mirë me fillu me komentimin Suratul Naba apo xhuzit amme, xhuzit të fundit, e pastaj do të thotë me dal dikur do të thotë Suratul Baqara. Por kur lexova hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, La taj'alu buyutakum maqabir. Inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi Suratul Baqara. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos I shndroni shtëpitë tuaja në varreza. Thot sepse me të vërtetë në shtëpinë në të cilën shtëpi lexohet Suratul Baqara, në atë shtëpi shejtani hik. Shejtani hik prej asaj shtëpie. Në atë shtëpi nuk qëndron shejtani. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Mamës, që përmend në Sahihun e Imam Muslimit, ku thot ai, Iqra'u Suratul Baqara fa inna akhdhaha baraka wa tarkuha hasra wa la tastati'uha al-batala. Thot lexoni Suratul Baqara. Suratul Baqara lexoni, thot këtë sure të madhe. Fa inna qira'ataha baraka. Sepse leximi I Suratul Baqara është bereqet. Është bereqet në vete. Wa tarkuha hasra. Dhe anashkalimi dhe mos leximi I Suratul Baqara do thotë është hasret. Hasret çka është? Kur njeriu do thotë lakmon për diçka dhe s'e arrin atë. Dhe sikur se ka dash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këtë hasret me tregu se ju doni me arrit diçka, më nëse jo nuk e lexoni Suratul Baqara, padyshim se nuk keni me arrit qëllimit dhe kam ju me të hasret. Ajo do të thotë që e keni dash për të arritur. Për këtë shkak edhe fëmiu I vetëm quhet hasret, nga sa shumë I dashur.
wala yastati'uha al-batala. Thot pejgamberi sa në fund, thot edhe kësaj sure, suratul Baqara, nuk mujnë me ndejt karshi se hirbast. Nuk mujnë me ndejt karshi përballë se hirbast, xhinxhit. Ata të cilët do të thotë duke bërë shirk Allahut Azza wa Jall dhe kufër, mundon që më bë dëm të tjerëve, do të thotë duke u bë sehr apo duke u bë cytje dhe kështu me radhë. Do të mjaftojmë me këto dy hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që flasin për vlerën dhe peshën e suratul Baqara. Dhe atë që du me u abo me dije gjithve juve këto, se çdo ndeje ku do t'jetë komentimi i suratul Baqara, çdo kush prej jush ta ndije në zemrën e tij dhe të shpresoje tek Allahu Azza wa Jall, se është duke kërku bereqet, se ai me këtë sure është duke mbrojt vetveten nga sprovat e shejtanit, se me këtë sure do ta mbrojë edhe familjen e tij dhe shtëpinë e tij nga vezveset dhe cytet që i ka shejtani. Çdo besimtar të mos e anashkëri këtë njetë, sepse Allahu Azza wa Jall ti duke qenë këtu në klasë, ta ban të mundur që familja yte gjatë këtyre 30, 40, 50 minutave të jetë e mbrojtur nga cytjet dhe vezveset e shejtanit, të cilën garant nuk ka mundësi askush me ta dhon. Shiqa, askush së thotë se unë do të mbroj nga vezveset dhe cytjet e shejtanit, as nga sehirbazat. Por leximi dhe ndëgjimi i suratul Baqara ta siguron këtë, ta garanton këtë. Nëse asgjë na nuk përfitojmë duke ndejt bashku gjatë kësaj ligjëratës, paku këtë vlerë të madhe me lenin Allahut Azza wa Jall do t'i arrijë. Thot Allahu subhanahu wa taala, Elif Lam Mim. Elif Lam Mim. Këto janë harfe, huruf muqatta'at i qenë dietar, do thotë harfe të cilët janë të shkëputuna nga njëra tjetra, që s'kan ndërlidhje kuptimore me njëra tjetra. Për këtë shkak, asnjëri nga dietarët nuk i ka komentu këto Elif Lam Mim dhe s'u ka dhënë ndonjë kuptim të caktuar. Përveç se shumica e lesunetit thonë se harfet sikur që janë Elif Lam Mim, harfet që janë Sad, Kaf, me cilët harfe do të fillojnë sure të caktuara. Allahu Azza wa Jall ka dashur me këto sure, me këto ajete, me këto harfe, nga të cilët harfe përbëhet alfabeti arab. Ka dashur me ju tregu se Kurani është mucize, është mrekulli e Zotit. Dhe Kurani është diçka të cilën nuk ka mundësi askush me arrit. Kurani është shpallje e ardhur nga Zoti, e jo shpikje e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam apo dikujt tjetër. Dhe ajo që nuk kuptohet në mënyrë indirekte, se Allahu Azza wa Jall e zbret Kur'anin Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në periudhën kohore kur poezia e gjuhës arabe ka arrit kulminacionin. Dhe thotë në kohën kur vjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur dërgohet pejgamber në Mekë, arabët kishin arritur kulminacionin në poezi, në gjuhën arabe, në sintaksën e gramatikën e gjuhës arabe. Dhe thotë saqë i gjithë njerëzimi deri në ditën e gjykimit argumenton për rregullat dhe parimet e gjuhës arabe me poezinë e xahiletit, që kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe para ardhes së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe Allahu Azza wa Jall ju thot: "O ju arab", kuptimi Elif Lam Mim. Ju thot, do thot që nuk kuptohet nga kjo: "O ju arab, të cilët mendoni se jeni shumë të dijshëm, të cilët mendoni se gjuhën arabe e njihni mirë dhe fort. Ja, unë po a jap juve, po a përmendi, po a përkujtoj harfet e gjuhës juve dhe po ju tham, nëse jeni të aftë, sjellni një Kur'an sikur se ki Kur'ani që e kum sjellë. Që përbajni një Kur'an, unë po va jap harfet. Bile po va përkujtoj. Nëse keni dyshim se kjo shpallje nuk është prej Zotit, edhe mendoni se është nga njerëzit, atëherë edhe ju jeni njerëz, hajtë sjellni një Kur'an sikur se që është ky." Dhe arabët do thotë natyrisht poetët e atij zamani shumica natyrisht edhe kanë pranuar Islamin. Një pjesë kanë vdekur edhe në shirk, por një pjesë e madhe prej tyre që kanë qenë të mençur, natyrisht e kanë pranuar Islamin kur e kanë pa mrekullinë gjuhësore të Kuranit. Për këtë shkak, njëra nga mrekullitë e këtij Kurani është përmbajtja gjuhësore e saj. Arti gjuhësor që gjendet në Kur'an, që Allahu Azza wa Jall me fjalë të pakta
ka përmend thënie të mëdha, domethënie të mëdha, që më tregu se ky Kur'an është i shpallur nga ana e Allahut Azza wa Jall, të cilin Kur'an nuk ka mundësi më askush ta bëj siç e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është krenari e muslimanëve. Kjo është krenari e muslimanëve me të cilën muslimanë dhe besimtar krenohen para gjithë njerëzimit deri në ditën e gjykimit, dhe çdo kujt na i themi po të sfidojmë, çdo kant e sfidojmë, i themi elif, lam, mim, kaf, sad, nun, dhe kështu me radhë që përmenden në Kur'an, i themi ja ku i keni harfat, nëse keni një grind shibe në fjalët e Zotit, ha sjellni në Kur'an, ashtu si që ka sjellë Allahu subhanahu wa taala, dhe natyrisht që ata do të thotë janë të paaft për të realizuar një gjë të tillë, pasi që të njëjtën nuk kanë pas mundësi me arrit mushrikët e Mekës, ku do të thotë kanë arrit kulminacionin në njohjen e gjuhës arabe. Thot Allahu azza wa jall, "Dhalika al-kitabu la rayba fihi." Dhalika, Allahu azza wa jall drejtohet thot Ky është el-kitabu, kjo është libri, është për qëllim për Kur'ani, kjo është Kur'ani. Kjo është Kur'ani. Libri. Për shkak njëra nga emrat e Kur'anit është edhe el-kitab. Sepse Allahu azza wa jall Kur'anin e emërton me emrin kitab në Kur'an. Dhe i thot, "Dhalika el-kitabu la rayba fi." Në të cilin nuk ka dyshim as pak. S'ka shibe në te se është shpallje e Zotit, se ky Kur'an ka zbrit në bishtat ka qej, dhe Allahu azza wa jall e ka mbrojtur. Nuk ka dyshim në saktësinë e tij, nuk ka dyshim se është i zbritur nga Zoti, dhe nuk ka dyshim se Allahu azza wa jall do ta mbrojë këtë Kur'an deri në ditën e gjykimit. Për këtë shkak Allahu azza wa jall verifikon këtë lajm me ajetin që përmendet dhe thot Allahu subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun." Thot ne e zbritëm Kur'anin, shiqoni Kur'anin e mërton dhikr. Wa inna lahu lahafidhun. Edhe ne thot këtë Kur'an që e kemi zbrit, do ta mbrojmë. Dëshmon Allahu azza wa jall se ky Kur'an është i tij dhe shpallje e Zotit, të cilën shpallje e ka dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe e mërton me emrin dhikr. Shiqoni, tre dobi kemi sot. Emrat e Kur'anit do thot Kur'an, kitab, dhikr. Dhe thot këtë Kur'an, unë e kam zbrit dhe unë do ta mbrojnë deri në ditën e gjykimit. Deri në ditën e gjykimit. La rayba fi. Do të Allahu azza wa jall e mohon çdo dyshim, çdo mangësi, çdo behane të mundshme në librin e tij. Do thotë ky Kur'an nuk ka kur një farë shibe, kur një farë dyshimi, kur një farë mangësie. Dhe është e pamundur që fjala e Zotit t'i ketë këto lishime, këto gabime dhe këto do të thotë fjalë të lartë përmendura. Por sa është fjalë Allahut e plot dhe e zbritur mbi 7 kaqe, e mbrojtur nga ana e Allahut subhanahu wa taala. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Thot Allahu azza wa jall, thot dhe ata hudel lil muttaqin, pjesa që e lëshova, është, thot Kur'ani, është udhëzues për të devotshmit. Përmendet huden wa muttaqin për dy arsye. E para, se Kur'ani është udhëzim dhe e din gjithë se është udhëzim, edhe besimtarët edhe jo besimtarët. Shqeni, e para është niveli i besimit në Zot, me anë të bindjes në Kur'an. Edhe muslimant, edhe jo muslimant, e din se Kur'ani është udhëzim. Kategoria e dytë është mesin e muslimanëve, ku kategorizon, ka besu në Zot, ama çka nuk mundohet që të lexon Kur'an dhe të kërkoj udhëzimin në fjalët e Zotit. Po çka ka besu në Allah,
ama nuk është muttaqin, është mu'min, ama nuk është muttaqin. Por udhëzimi i vërtetë dhe i sinqert për besimtarët është Kur'ani, kur ata kanë frikën e Zotit. Kur ata frikson nga zjarmi i xhenemit, atyre do thotë, dhe ata kur kanë frikë madhështinë e Allahut Azza wa Jall, atëherë me leximin e Kur'anit, më njëherë ata udhëzohen, përmirësohen dhe drejtohen në rrugën e vërtetë. Dhe çdo besimtar e ka provuar një gjë të tillë, pa marrë parasysh se çfarë problemi dhe çfarë telashi ke. Merë lexoje një faqe të Kur'anit, apo 2 apo 3, me meditim i qetë dhe ngadal, do ta shohë se gjatë leximit të Kur'anit, gjatë leximit të atyre ajeteve kur'anore, e sheh se e ke harru brengën, të ka kalu problemi, të ka kalu ajo ngurësia në zemër që e ke pas. Pse? Me nështrimin tonë ndaj fjalëve të Zotit, dhe duke shiju kënaqësinë e fjalëve të Allahut Azza wa Jall, e haron brengën, sepse nuk mbetet i thtin pas shijimit të kësaj amalsimi. Kur'ani është amalzim, që kur ta shijosh, nuk ndin mo i thtin në gojën tënde. Sikurse pa marrë parasysh se çka janë idhët, nëse merr han një lugë mjalt, e gjithë ajo kalon, harrohet. Sepse mjalta është amalsira e cila largon gjitha idhtinë të tjera, qofshin ato edhe toksike. Po edhe Kur'ani është amalzimi i imanit, edhe rahatia dhe qetësia e shpirtit, e cila i largon gjitha brengat që i ki pas paraprakisht. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Allahu Azza wa Jalla shtash i tregon cilësitë e muttaqinëve. Ky ajet kuranor tregon kush janë devotshmit. Të devotshmit janë ata të cilët besojnë në fshehtësi, në ghaib. Ata të cilët besojnë në fshehtësi. Çfarë fshehtësit janë? E para kanë thonë dietarët besojnë në melaqet, besojnë në gjin, besojnë në ringjallje, besojnë në llogaritje dhe besojnë në çdo sen që e verifikon dhe e potencon shpallja, edhe nëse i tekalon diapazonet e tyre logjike. Kjo është thotë ghaib. Për këtë shkak, si kulminacion të besimit në ghaib, përmendet të thotë çka rasti e Abu Bekrit radhiyallahu anhu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ndodhin e Isras dhe Mirajit. I e dini ndodhin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u kthy takohet me disa njerëz dhe ju tregon për ndodhin e Isras dhe Mirajit, dhe ata fillojnë që tallen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurse Abu Bekri ende se kishte takuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këta mushrik ndërkohë vinë te Abu Bekri radhiyallahu anhu, i thonë: "O Abu Bekr, ai shokijat Muhamedi është çmend." Ka thonë: "Hajra Allah, çka puna?" Këta po i thonë Abu Bekrit: "Është tu thonë se ka qenë në Isra, do të thotë në Miraj, ka qenë në Mesjid al-Aqsa, brenda natës do është kthi." Edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu, këshirën, nuk dyshon asgjë pejgamberit, i thotë: "A jeni sigurt se ai me çështu bashkë ashtu ka thonë?" Ato thonë: "Po, ve kreti kena dëgjuar. Ç'është tha kështu do ta shokijat?" Po atë ç'është kana. Mai se ai ka thonë, atë kështu kana. Shihoni çfarë besimi në ghaib. Pse? Se Abu Bekri është imami i muttaqinëve. Imami i devotshmëve. Sepse besimin në ghaib dhe në fshehtësi e ka pas në nënshruar në mënyrë të plotë, që asnjëherë para obligimeve që kanë të bëjnë me besimin në fshehtësit se ka krahasu me logjikën e tij. Valla me thonë s'më merr mendja mu kështu. Kjo nuk është e logjikshme. Nuk mundet kjo, se kap mendja, se kap logjika. Dhe këto fjalë si përkasin një besimtarit i cili i ka thonë vetvetes mu'min. Por ai besimtari i vërtet ndëgjon ajetin kuranor, ndëgjon hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ti është vetëm ti nënshtrohet. Wa alladhina yu'minuna bil ghaibi, do të thësia e para se ata besojnë në ghaib. Shqoni, e para do të thotë adhurimi që është abstrakt, i padukshëm, i fshet, besimi.
wa yuqimuna as-salata. Thot Allahu Azza wa Jall, cilësia e dytë e tyre çfarë qen ka? Thot se këta yuqimuna as-salata, e falin namazin në vaktin e vet. Me gjitha shtyllat, kjo është ikametus salat. Allahu Azza wa Jall s'ka thonë yusalluna as-salata. Por çka ka thonë? Ka thonë yuqimuna as-salata. Ka dallim. Me thonë yusalli as-salat, ka dallim me thonë yuqimu as-salat. Allah zërë këtu, pse yusalli as-salat, do të thonë e fal namazin, qoftë ajo edhe mas vaktit, qoftë ajo edhe shpejt, qoftë ajo edhe me gabime, qoftë ajo edhe me sevisej dhe kështu me radhë. Ajo yuqimu as-salat, do të thonë kur besimtari e fal namazin në vaktin e vet, e fal me xhamat, e fal në xhami, e fal ngadale, duke i praktikuar gjitha shtyllat, sunnetet, nafilet, mustahabatet, lutjet që janë para namazit, lutjet që janë pas namazit, do të thotë në mënyrë përpikshme e fal namazin. Kjo është yuqimu as-salat. Dhe Allahu Azza wa Jalla thotë alladhina yuqimuna as-salat. Wa yuqimuna as-salat. Thotë edhe e falin namazin. Çka do me thonë, këta besojnë me zemër, i nështrojnë Allahut, kanë besim në zemër, të cilën besim në zemër e manifestojnë me vepra, me namaz, me adhurimin më të dashur tek Allahu Azza wa Jall. Pastaj, wa mimma razaqnahum yunfikun. E shtash kalon te pjesa e tretë e manifestimit. Tregon se këta kanë besuar në Allah. I nështrojnë Allahu Azza wa Jall dhe largon nga këta cilësin e lidhjes së zemrës së tyre me dunjë. Dhe tregon se këta zemrën e kanë të lidhur veç me Allah. Dhe çka thot Allahu, mimma razaqnahum yunfikun. Dhe thot nga pasuria që va kemi dhënë në atymve, këta shpenzojnë, japin për hir të Allahut. Domethënë zemrën se kanë të lidhur me dunjë. Pse? Sepse thot këta e din se kjo pasuri ju ka ardhur prej Allahut dhe mundohen me dhon për Allahun. Tre cilësi të mëdha. Do të thotë e para, besimi në Zotin me zemër, me nënshtrim, manifestimi i këtij besimit me ibadet dhe me adhurim. Kur themi namaz, ibadet dhe adhurim, kemi përfshirë gjitha llojet e ibadeteve. Namazet që janë sipër farz, ato që janë nafile, namazi natës, lutjet dhe kështu me radhë. Edhe çka? Largimi i ndërlidhjes së zemrës së tyre me dunjën. Do thotë këta se kanë të lidhur zemrën me dunjën. Këta çdo rrezik që ju vjen prej Zotit e dinë se ka ardhur prej Allahut Azza wa Jall. Edhe mundon me shpenzu dhe me arxhu për Allahun subhanahu wa ta'ala. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Thot Allahu Azza wa Jall. Thot dhe këta, kjo është verifikimi asoj që ka kalu pak më herët. Thot dhe ata të cilët besojnë në atë që ti të shpall, përmendet yu'minun, sepse këta besojnë dhe i nënshtronë atij besimit. Manifestojnë besimin me vepra. Se njeriu ka mundësi të besojë dikujt diçka, ama ka shibe. A keni vëret dikush tregon diçka, i beson ti atij, ama thu ka dalë të kaloj një kohë se s'ban me marr hap me fjalët e këtij. Se ka mundësi me pas diçka të vërtetë. Dhe Allahu tregon se besimtarët e vërtetë janë ata të cilët besojnë në atë që është shpall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, besojnë edhe në shpalljet e mëhershme që përmenden në Kur'an, siç është tash në nështrim i plot. Kush prej nesh e ka pa Musa alayhis salam? Ha? Kush prej nesh e ka pa Injilin? Kush prej nesh e ka pa Habilin dhe Kabilin? Kush prej nesh e ka pa Ademin alayhis salam? Askush. Gjitha këto lajme përmenden në Kur'an. Dhe cilësi e besimtarit devotshëm është që ai e beson me bindje shpalljen që i ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe beson në shpalljet që kanë ardhur para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët përmenden në Kur'an natyrisht. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dhe këta e thot janë të bindur
në ditën e gjykimit, në ditën e ringjalljes, në ditën e llogarisë. Nuk kanë shive as pak në këtë ditë. Po mirë, a është kthy dikush shtëpi atje për me tregu? Padyshim se s'është kthy askush. Por gjitha këto lajme dhe besimi dhe nështrimi në këto lajme të një besimtari vinë si pasojë e besimit të sinqert në shpallën që i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë shkak kam përmend dietarët, çdo herë kur besimtari ka shibe në lajmet e ditës së gjykimit, të cilat nuk janë të prekshme e të kapshme, pa më parasysh për mendjen, për dorën apo për trupin. Çdo kur besimtari ka një farë hamendje në kokën e tij, ta dinë se ka problem dhe defekt në imanin e tij. Sepse ka të bëjë me lajme edhe me mesele dhe çështje dhe ndodhi, të cilat çështje dhe ndodhi ka garantuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se do të ndodhin. Dhe askush nuk ka të drejtë që t'i kontestoj ata në asnjë çast. Dhe natyrisht nëse besimtarit vjen dhe shejtani i bën vezvese her pas here, ta dinë se kjo është si pasojë e imanit të tij. Ta dinë se kjo është si pasojë e imanit të tij dhe e besimtarit është që thot eudhu billahi minash shaitanir rajim. Thot kërkoj nga Allahu azza wa jall mbrojtje nga shejtani i mallkum. Që të kërkojnë nga ana Allahu azza wa jall që ta mbroj nga sprovat dhe vezveset e shejtanit, sepse kjo është si pasojë e imanit të tij. Ajeti i fundit thot Allahu azza wa jall ulaike ala hudan min rabbihim wa ulaike humul muflihun. Thot këta njerëz që cilëson me këto cilësi të lartë përmendura, ala hudan min rabbihim, thot janë të udhëzuar nga ana Allahut azza wa jall. Dhe kanë kapur udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala, pra kanë garancë se janë në rrugë të drejtë të vërtetë. Dhe shpesher shejtani disave ju bën vezvese dhe thot, prej ka e dini ju se jeni në rrugën e vërtetë? Prej ka e dini ju se jeni nga grupi i shpëtuar? Përgjigja shumë e thjeshtë. Unë tham, si që kanë thonë dietarët, unë nuk e di se kam shpëtuar nga zjarmi i xhenemit, ama e di një send, se ai cili pason Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sipas asaj që kanë kuptuar dhe komentuar sahabët, tabiinit dhe gjeneratat e ardha, është në rrugën e shpëtuar. Kjo është përgjigje globale. Dhe unë përderisa e pasoj këtë rrugë, shpresoj te Allahu se jam i shpëtuar nga zjarmi i xhenemit. Shpresoj kam i myt, ama nuk garantoj. Dhe kjo është përgjigja e cila nxirret nga fjala Allahut azza wa jall, ajeti i 5 i suratul Baqara, ku thot Allahu subhanahu wa taala ulaika ala hudan min rabbihim. Thot këta që kanë këto cilësi, që besojnë në fshehtësit, që namazin e kryjnë në formën e duhur ashtu si është i kënaqur Allahu azza wa jall, që zemrën se kanë të lidhur me dunjë, japin sadaka dhe lëmosh, që besojnë plotësisht në atë që e flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si shpalljet e Zotit, që besojnë në shpalljet e mëhershme në pejgamberët e mëhershëm. Këta njerëz janë të udhëzuar dhe janë në rrugë të Allahut azza wa jall, dhe këta njerëz janë të shpëtuar në dunjë e në ahiret. Thot Allahu azza wa jall në vazhdim, wa ulaike humul muflihun. Dhe thot këta janë të shpëtuarit, të cilët do shpëtojnë nga robëria e kësaj dunjoje, këtë dunjë, dhe do të shpëtojnë nga zjarmi i xhenemit në ditën e gjykimit kur dalin para Allahut azza wa jall. Pse po i them nga robëria e kësaj dunjoje? E nuk them nga sprovat e kësaj dunjoje, sepse Allahu azza wa jall njerëzit që më së shumti i sprovon janë besimtarët e tij, janë robët e tij. Për këtë shkak thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
Aktharun nasi ibtila'an al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Thot njerëzit që më së shumti do sprovojnë janë pejgamberët, pastaj ato që janë më afër tyre, ato që janë më afër tyre. Ka është për qëllim më pasues të tyre. Sepse shpeshherë vjen shejtani dhe i bën vezvese disa muslimanëve, dhe do të këshire filanen kur s'fal namaz, kur s'ban mirë, këtë këqia ti ka, u knaqbe. Në thëna ja, Allahu Azza Jalla ka dhënë këto të mira për ta sprovu më shumë, për të kërku llogari më shumë ditën e gjykimit prej tij. Për me kërku llogari edhe të ahiretit edhe të dunjos. E robin e veç çdo që sprovon e ngrit dhe e ngrit derexhet e tija prej kësaj dunjoje, çdo herë më shumë e më shumë. Kjo është ligji i Allahut Azza wa Jall. Dhe këta njerëz janë të shpëtuar nga robëria e kësaj dunjoje, e jo nga sprovat e kësaj dunjoje. Për këtë shak, shumë prej dietarëve të selefit, kur të mash ta lexosh jetën e tyre, inshallah na mundson dënjal me marrë në ligjërat se çfarë lumturie kanë pas ata. Vetëm për lumturinë e tyre me mbajnë në ligjërat. Do ta shihni se na jemi duke jetu një jetë shumë të keqe. Na do të thotë Allah se kemi shiju lumturinë e kësaj dunjoje. A ma kam shtëpi të madhe, a ma kam kert shumë mirë, ja, Allah se kënaq. Me ndëgju rastet e tyre, se si e përshkruajnë lumturinë e tyre në këtë dunjo, duke qenë, do të thotë me gur të lidh në bark nga uria e madhe, duke jetu në rrugë, e pa pije, e pa hongër me ditë, e çfarë lumturie, çfarë fjalë për lumturinë, thonë na kanë këshmi njerëzit më të dëshpëruar në botë. Pse? Sepse këta kanë shpëtuar nga robëria e kësaj dunjoje. Besimtari i cili i nënshtrohet Allahut Azza wa Jall, shijon kënaqësinë e adhurimit dhe mundohet që çdo sen që i vjen prej Zotit, ta jep për Zotin, për Allahun Azza wa Jall. Ky do të shijon kënaqësinë e imanit dhe shijon gjitha të mirat e Zotit që i ka kjo dunjë. Lut Allahun Azza wa Jall që gjithë të kemi dobi nga kjo që e dëgjum, lut Allahun subhanahu wa taala, gjithëve ju ato shkruajnë në regjistrin e veprave të mira prezantimin në këtë ligjërat. Lut Allahun subhanahu wa taala si pasojë dhe si shkak i dëgjimit dhe prezantimit këtë ligjërat, të na shtojë të mirat, të na fal gjunahet, e të na bëjë nga ata që do të jenë të shpëtuar në dunjë e në ahiret. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah i bekoftë dhe dashë të mira. Amin. Do të thotë si në çfarë forme me i bindë dhe me i argumentu ateistëve të cilët mohojnë ekzistimin e Allahut Azza wa Jall. Po? Format më të mira të argumentimit në ekzistencën e Allahut Azza wa Jall është në ajetet apo në argumentet që gjenden në kosmos apo në vetë kosmosin. Pyetja do të thotë, apo xhevapi më i mirë që ka mundsi një besimtar të jep një ateistit, mi thonon, nëse don ti mu bind se ka Zot, vetëm duhesh me ngre krit ka qielli. Këshitër ma ka avaja, edhe këshire, edhe nis me mendu se këto yje, këto rej, kjo hom, ki djel, e ndryshimi i natës dhe ditës, a thu vetë që shtu ka nardh ata, edhe këshirë në vetë vetën tënde. Dil para bafqires nisu mu këshirë vetë. Se ti si person, pse je bashki që je?
Pse ti me pas emrin Muhammed, Hasan, Isen? Pse ti me qenë i bardh, i zi? Pse ti me qenë 1,70 cm nalt? E nuk je 2 metra, 1,50 nuk je. Gjitha këto janë përgjigje të cilët do thotë ja mundsojnë një njeriu të mençur, po flas të mençur, e jo armik, të besojnë në ekzistimin dhe në ekzistencën e Allahut Azza wa Jall. Për këtë shak Allahu Azza wa Jall her pas heri përmend Kur'an argumente do thotë që kanë të bëjnë me bindjen e njerëzve se Allahu Azza wa Jall është krijuesi i gjithçkajt. Për këtë shak Ibrahimi alayhis salam kur polemizoi me popullin e vet, por edhe kur polemizoi me mbretin, çka ju tha? I tha, dielli është Zoti jam. E kur përëndoj dielli tha, ja be, nuk besojnë unë në atë që shduket. Pastaj ju tha, kur dul hona, tha, hona është Zoti jam. E kur dul mëngjesi, natyrisht që është duk hona. Tha Ibrahimi alayhis salam, jo, tha, unë nuk besoj në ato që shduken. E çka i tha masani? Po dhe me mbretin, kur polemizoj, njët, tha Allah Azza wa Jall, e bjen njeriu në këtë botë dhe ja merr shpirtin. Ai mbreti doshti mu tregu i mençëm, i prun para atij ditë burgast, njërin e la të gjallë, e tjetrin e myti, urdhënoi ushtarët vetë që më mshu me shpatë. I tha Ibrahimi alayhis salam, mirë tha, shin argumentet kozmologjike, do thotë ç'e kryt ka qielli, për këtë shkak dietarët e selefit kanë thënë kur don me bind dika në ekzistimin e Zotit, thuj vetëm ç'e kryt ka qielli, vetëm syt ka qielli drejtoj. Edhe nis me mendu si i mençëm. Çka i tha Ibrahimi alayhis salam mbretit? Tha Allahu Azza wa Jall, e bjen diellin prej lindjes e çon ka perëndimi. E ti tha bere ka perëndimi ç'e ka lindja. Thot Allahu Azza wa Jall fe buhit alladhi kafar. Thot Allahu Azza wa Jall dhe u shukat heshti, mbet i mahnitun pa përgjigje, ai cili boni kufër Allahut Azza wa Jall. Për këtë shaka Allahu Azza wa Jall her paseri thot efela yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Thot pse nuk marrin me këshir devën se si ka kriju Allahu Azza wa Jall. Me në devën thot, këshirni para arabëve ju thot, pse ju thot devën me këshir arabëve? Sepse ato devën e kanë kafsh më të afërt, shtëpiake. Të cilën e hanë kur kanë nevojë me hongër, që e mjelin marrin qumsh kur kanë nevojë për qumsht, e ngarkojnë me mall kur kanë nevojë me ngarku, i hipin vetë me udhtu kur kanë nevojë me udhtu. Edhe gjitha mirësi që i ka në vete devja thot, këshir në more devën se kjo kafsh nuk ka ardhur vetë çashtu, por Allahu Azza wa Jall e ka kriju. Zot në këtë formë duhet me debatu me ta. Zakonisht ata që janë ateist, ateizmin e kanë me urrejtje dhe budallaki, e jo me argumente. Sepse ato që i kanë me argumente, shumë let i bind me argumentet tia, me argumentet e tij që ai pranon se Allahu Azza wa Jall është krijues i gjithçkajt. Wallahu ta'ala ala. Si? Surat al-Baqara a ka zbrit me Mekën në Medinë. Kush e din? Gjithsesi, ku ka zbrit Surat al-Baqara? Mekë. Zeko? Mekë. Ku? Mekë. Në Mekë ka zbrit. është sure Mekase.
Amin. Sunnet është dhe ibadet kur selami të kthehet në gjuhën arabe. Dhe kur dikush të thot selamu alejkum, selamin du të me akthi wa alejkum selam. Nëse donë me arrit shpërblimin e selamit dhe për obligim e ke e dini ju dispozitën e selamit, do të selami është sunnet me adhon çdo kujt e njofte se njofte, por kur tipët është obligim vajib që dikush me kthi spaku një njeri. Dhe nëse dikush thot selam aleikum dhe ti thu paqja dhe mëshira e Zotit qoftë edhe mbi ju, sa ke kthi ala selamin, dush mi thon wa aleikum selam. Dush mi thon wa aleikum selam nëse don me kry obligimin dhe me fitu shpërblimin e duave, do të thotë që melek ta bëjnë edhe për ty. Sepse dini se edhe melek të ndërhyjnë gjatë selamit bëjnë lutje për selam dhënësin dhe për selam marrësin. Wallahu a'lam. Si? A është të domosdoshme që rrugëve me shkryt stop? A? A është të domosdoshme që në rrugëve, në rrugë, në komunikacion, në për ulica, në për gjade, me shkryt stop? A është të domosdoshme zebrat me të konë bardha? E pse, kush ka thonë? A Zotja? E për majse ato i pranem që ashtu, shqiptari midis Kosovë thot stop, ta qëtë stopin me polici i Macedoni ta qëtë stop, edhe Kosovari ta qëtë stop, edhe e rebeli i Shqipëris ta qëtë stop. Kur mundë stop, kitë dunjoja me thonë pa problem, pse së mundët me thonë selam alikum, kitë dunjoja dhe mësë për pas problem. Çka ka çaq delikate këto? Kjo është përshëndetje universale, nuk është as e arabëve, as e shqiptarëve, as e turqelive, e gjithë dunjos është. Të është përshëndetje universale. Por, unë edhe këtu, duke e ditë mentalitetin tonë, në rast se gjendesh me një mes, ku selami ka me iritu, dhe ka me pengu bisedën me ta, natyrisht që, ndoshta këtu ja vlen më shumë mi thonën, si jeni janë i mirë, merhaba, tu nga tjetja, lloj përshëndetje, sa me him bisedë me ta, derisa t'ja tregojsh t'ja adresën tënde, se kush je çka je, e dikur, thu hajde selam aleikum, shifemi. Edhe pse selami është do të përshëndetje edhe e shqiptarëve, është përshëndetje edhe e shqiptarëve, që hasim tek shqiptarët e vjetër, thot që e kanë shfrytzu dhe thot, po folun e shqiptarët e letërsisë gjuhës shqipe të vjetër, që do thot kanë komuniku me zvete me selam gjatë shkrimeve të tyre edhe kështu me radhë, që selamin e kanë pas pjesë përbërëse të tyre. Sikur se sot do me thonën, këtë na thojnë okej. Thot nuk thena tamam, u bo, që hekëm tamamin sa është arabisht. Tamam është arabisht. Tamam edhe okej kanë një kuptim. A më neshtë e thëna këtë tamam. Thot edhe Haxhi Baba 70 vjeçar dhe të okej o gja, usas. Ka ndryshuaj, edhe kur kush se konteston këtë, s'ka problem. Haxhi Baba okej me thonë, këtë ka e prapa, është në tamam, u ka bu normal. Pse selomi më s'mu bu kështu? Qa ka pengesë? Po si do qoftë, nëse gjindesh në rreth, ku do të thot ata do të iritohen nga selami dhe ndoshta do të tallen me selam, ja vlen që një kohë caktuar mos më dhon selam atyve, por mi përshëndet me përshëndetje derisa to përfitojsh zemrën e dikur kur ta shohësh ti se janë bodë të rrethona të gatshme që më dhon selam atë jep selam. Unë kam parasysh edhe atë pjesë. Por unë si parim ndoshta me tregu kur stopi është bë universal, që e ka shpik njeri, pse selami të mos jetë universal, i cili selam ekziston
prej atë ditë që është kriju njeri i parë Ademi a.s. Thot baba i shqiptarëve, i arabëve, i turqelive, i kretëve, i amerikanëve, këtë vashtë Ademi a.s. E baba jonë ka nisë përshëndetjen me selam aleikum. Edhe në këtë cëjna, kështu të më përshëndet se baba jonë, kër e kryoj Allahu Azza dha selam. Po edhe në xhenet, kur do me hi, me laqët të thënë selam aleikum, tiptum fetkhuluha, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë ju. Hajde thot bujrom hini, knaquni në xhenet. Edhe në xhenet do të ka muhi me selam. Allah shpëlef, Allah ala.